Përshëndetje të dashur teleshikues, fillojmë lajmet në televizionin 4+. Fermerët e Divjakës, edhe pse kultivojnë sasi të mëdha të shalqinit e bostanit me teknologji të kushtueshme, ende janë larg të qenit konkurrent në tregjet rajonale. Arsyeja kryesore është mosmbështetja nga shteti. Në kronikën e mëparshme në televizionin ton, folëm për shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bostanore nga fermerët e Divjakës. Ndonë se kultivohet nga fermerët në sasi të mëdha dhe me teknologji të kushtueshme, fermerët ende janë larg të qenurit konkurrent në tregjet rajonale dhe evropiane. Megjithatë, fermerët e kësaj zone kanë fituar eksperiencë në kultivimin e bostanorëve si shalqini e pjepri, duke i mbjellë në tunele plasmasi, në ujitjen me pika dhe me mulqerizim për të eliminuar barat e këqija, duke bërë që prodhimi Divjakës të jetë 3 deri 4 javë më i hershëm se sa zonat e tjera. Shtimi në masë i sipërfaqeve të mbjella ka dhe anën tjetër të medaljes, pasi mund të krijojë super prodhim dhe stok që mund të sjellë ulje të çmimit dhe faliment për fermerët. Nënkryetari i Sindikatës së Fermerëve të Bashkuar, Ardit Bali, thekson se fermerët nuk subvencionohen nga shteti. Sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje urgjente, 2 ndër pikat kryesore që duhet të vinë në ndihmë fermerët shqiptar janë mos subvencionimi, të cilën nuk e marrin, dhe orientimi i fermerëve se çfarë duhet të mbjellin. Fermerët tanë mbjellin në mënyrë kutëru mund ta thonë. Nëse këtë vit ecën shalqiri, vitin tjetër shtojnë sipërfaqet. Kjo gjë ka ndodhur edhe si vjet me shalqirin. Janë rreth 700 hektar shalqiri vetëm në zonën e Divjakës. Më tej është imshta në Lushin pa u mbjellur, pastaj pothuajse në gjithë zonat e Lushit mbjellet shalqi. Mos subvencionimi e bën fermerin shqiptar të dalë me humbje në krahasim me vendet e rajonit. Mos orientimi më tej nga institucionet përkatëse, nga Ministria e Bujqësisë, nuk funksionojnë fare agjencitë e ekstensionet bujqësore në përrethe, drejtoritë janë formale, nuk dalin terren, thjesht shkojnë në zyrë, marrin ato rrogat edhe kaq. Drejtimi i Bashkisë së Tiranës është bërë objekt në deklaratat e 2 drejtuesve të partive kryesore. Kryeministri Rama thotë që nuk e drejton ai bashkinë, kurse kryetari i Partisë Demokratike Berisha mendon të kundërtën. Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy më sy i është përgjigjur pyetjes së një qytetari nëse drejton Bashkinë e Tiranës, duke thënë se nuk është i përfshirë në drejtimin e bashkisë pas arrestimit të kryetarit të saj Erjon Veliaj që nga data 10 shkurt. Rama theksoi se është larguar nga Bashkia e Tiranës që në vitin 2011 dhe nuk ka lidhje me drejtimin e këtij institucioni. Desha të ndaj me ju dy grafik shumë interesant, por dua ta filloj nga një anketim i bërë së fundmi në Bashkimin Evropian, anketimi bërë nga strukturat e Bashkimit Evropian, ku ka një rezultat shumë befasues për disa, por as pak befasues për disa tjerë në të cilët hyj dhe unë, që për herë të parë që nga bërja e kësaj ankete në 1983, që nga 1983, kur ka filluar kjo anketë dhe bëhet për vit, për herë të parë, ka një shifër rekord, 74% të bllokut të Bashkimit Evropian, që beson se vendi i tyre ka përfituar nga Bashkimi Evropian dhe që beson se sot ka arsye të tjera për të mbështetur Bashkimin Evropian. Por kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili zhvilloi një konferencë për shtyp ku trajtoi situatën e shëndetësisë në vend, mendon të kundërtën për deklaratën e sotme të kryeministrit Edi Rama. Zoti Berisha tha se Veliaj emëroi një tjetër zonjë dhe jo Anuela Aristanin, por se këtë zonjë Rama e thirri e kërcënoi dhe madje dëbuan nga Bashkia e Tiranës. Sinkron Saliu. Është një zonjë që quhet Anuela Aristani, e cila u shkarkua nga kryetari në qeli i detyrës, do të pranojmë se është në qeli, por është kryetar. Pavarësisht ai është kryetar. Dhe
u shkarkua, u emëroi një zonjë tjetër, e cila u thirr dhe u kërcënua nga Edi Rama në mënyrë më pak dinjitoze. Dhe jo vetëm u kërcënua ajo zonjë, po ajo u dëbua nga puna, sepse Erion Veliaj e emëroi atë nënkryetare bashkie dhe i delegoi firmën si njeriu që i besonte të kryente veprimet që duhet kryente në vend të kryetarit. Pra, këto akte janë publike, nuk janë të fshehta. Është Edi Rama ai që ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emërimet në Bashkinë e Tiranës. Por, me që jemi këtu, dhe që ligji e ndalon në mënyrë kategorike çdo akt dhe çdo veprim të pushtetit qendror mbi pushtetin vendor. Ato, thot ligji dhe gjykata kushtetuese, mund bëhen vetëm nëpërmjet padive në gjykata. Mbyllja e rrjetit social TikTok është kundërshtuar nga Asociacioni për Gazetarët Shqiptar në një kërkesë drejtuar gjykatës kushtetuese për shpalljen antikushtetuese të vendimit të qeverisë shqiptare. Asociacioni për Gazetarët Shqiptar dërgon në gjykatën kushtetuese kërkesën për shpalljen antikushtetuese të vendimit të qeverisë shqiptare për mbylljen e TikTok. Isa Myraj, në një deklarat para gjykatës kushtetuese, u shpreh se legjitimimi i një vendimi të tillë do të sillte një precedent të rrezikshëm që mund t'i hapte më pas rrugën edhe mbylljes së rrjeteve të tjera sociale apo edhe mbylljen përfundimtare të internetit. Dhuna dhe diskriminimi që ndodh në rrjetet sociale është një shqetësim serioz për të gjithë ne, për prindrit, por edhe për ne të rinjt. Gjithsesi, të gjitha këto situata nuk mund të çojnë asnjëherë në censurë të plotë dhe mbylljen e rrjeteve sociale, sepse ne kemi çmuar dhe kemi arsyetuar edhe në ankesën që kemi bërë në gjykatën kushtetuese se mbyllja totale e TikTok cënon rënd lirinë e shprehjes, të drejtën e informimit, por dhe liritë ekonomike të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut tani më është shprehur me të paktën 2 vendime ndaj kundër Turqisë, që i ka shpallur si kundër Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mbylljen totale të platformës YouTube për shembull, por edhe të rrjeteve të tjera sociale. Ne mendojmë se dhe vendimi që është marrë nga Këshilli i Ministrave është një vendim jo proceduralisht në rregull, pasi kufizimi tërësor i të drejtave dhe lirive të njerëzit nuk mund të bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave, por nëse do ta kishin seriozisht të situatë, mund ta çonin, ta diskutonin në komisionet parlamentare, në parlament dhe ta miratonin edhe në parlament, pra për të pasur mundësi për të diskutuar në mënyrë të gjerë. Për neve personalisht edhe procesi i pyetjes së prindërve, pra që ka deklaruar Këshilli i Ministrave, ka qenë një proces tërësisht jo transparent dhe mënyra se si është bërë kjo, qëllimi kryesor për neve është kufizimi i të drejtave, kufizimi i lirisë së shprehjes fillimisht dhe më pas kufizime të tjera. Ne jemi shpresplot, ne jemi besim plot që anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk do ta lejojnë që kjo gjë të kalojë, nuk do ta legjitimojmë këtë, sepse kjo do të përbëj rrezik jo për mbylljen e TikTokut në Shqipëri, do të krijohet një precedent i rrezikshëm që mund të çojë në mbylljen e rrjeteve të tjera sociale, por edhe një ditë të bukur, pra në fikjen totale të internetit nga kushdo qeveri, nga qeveria e tanishme dhe nga qeveritë e tjera që mund të vinë në të ardhmen. Ndaj nuk duhet krijuar precedente të rrezikshme për demokracinë dhe për lirinë e shprehjes. Ne dimë që liria e medias dhe liria e shprehjes fatkeqësisht është në sulm kohët e fundit nga pothuajse të gjitha shtetet me drejtues autoritarë, por ne duhet t'i sfidojmë, ne duhet t'i sfidojmë së brendshmi tek gjykata kushtetuese, por padyshim edhe nesër në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, nëse 8 anëtarët aktual të gjykatës kushtetuese vendosin për ta legjitimuar këtë vendim të keq dhe të rrezikshëm nga ana e Këshillit të Ministrave. Kundërshtuan punojësit e policisë në detyrë, arrestohet një shtetas dhe procedohet në gjendje të lirë një shtetas tjetër. Goditi punojësin e policisë dhe përfundoi në pranga 50 vjeçari nga Divjaka.
Sot, policia e Divjakës arrestoi në flagrancë shtetasin HK, 50 vjeç, banues në fshatin Miz, pasi ka hedhur deg pemësh në aksin rrugor Divjak-Zharnec dhe si pasojë ka penguar lëvizjen e mjeteve në këtë aks. Gjatë shoqërimit në komisariat me qëllim kryerjen e veprimeve të mëtejshme, mbi këtë rast, 50 vjeçari ka goditur punonjësit e policisë. Gjithashtu policia ka referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin edhe 40 vjeç, banues në fshatin Mërtish, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushta një 39 vjeçar. Ndërkaq, 40 vjeçari ka kundërshtuar punonjësit e policisë gjatë shoqërimit në komisariat. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Në Turqi protestat vazhdojnë. Prej 6 netësh janë arrestuar mbi 1100 protestues. Presidenti Erdogan fajson opozitën. 6 net dhe 1100 persona të arrestuar në protestat e opozitës në Turqi. Presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzon partitë opozitare që sipas tij po provokojnë një lëvizje të dhunshme në të gjithë vendin. Më i prekur i mbetet Stambolli, kryetari i bashkisë i të cilit Ekrem Imamoglu, që është dhe rivali më i madh politik i Erdoganit, u ndalua disa ditë më parë nga policia nën akuzën e korrupsionit. Imamoglu këmbëngul se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht, gjë që kundërshtohet nga Erdogani. Partia kryesore opozitare në vend, ajo republikane CHP, e cila të dielën e shpalli Imamoglun si kandidatin e saj presidencial, është shprehur se protestat do të mbyllen të martën, pas sqaruar ndërkohë se cilat do të jenë hapat e saj të mëtejshëm. Pavarësisht pranisë masive të policisë, 10 mijëra vet dolën në rrugë për të protestuar kundër arrestimit të Imamoglus. Në disa raste u njoftua për përleshje të dhunshme mes policisë dhe demonstruesve. Policia përdori pompa uji me presion dhe gaz lotësjellës. Kritikët e shohin arrestimin e Imamoglut si një përpjekje të qeverisë për të eliminuar një kundërshtar politik të presidentit Erdogan dhe i konsiderojnë akuzat si të sajuara. Ekrem Imamoglu mund të jetë kandidat zyrtar për president vetëm nëse Komisioni Zgjedhor Turk YSK, i cili konsiderohet si proqeveritar, e konfirmon kandidaturën e tij. Por nëse hetimet për terrorizëm nuk janë ndërprer deri në momentin e shqyrtimit të kandidaturës së tij nga komisioni, atëherë kjo kandidaturë nuk ka gjasa të pranohet. Përveç akuzave për korrupsion dhe terrorizëm, kandidatura e Ekrem Imamoglut rrezikohet edhe për një veprimi tjetër. Atij ju revokua javën e kaluar diploma e universitetit, ndërkohë që diploma universitare është parakusht për të kandiduar për president në Turqi. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.